rreshjet e dendura, të erpasershme dhe lokalisht vazhdueshme me intensitet mesatar në pjesën më të madhe të territorit përgjatë ulësirës perëndimore, rreshjet hera herës dhe në periudha afat shkurtra me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave apo rebeshve shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe lokalisht breshër. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati jugut me shpejtësi mesatare 10 metër për sekond deri në orët e pasdites, ndërsa pas orëve të pasdites era me drejtim nga kuadrati veriut dhe shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, ndërsa hera herës era fiton shpejtësi deri në 14 metër për sekond, shoqëruar me një dallgëzim në dete të forcës nga 2 deri në 4 ball. Sipas ARSH-s në disa zona malore janë regjistruar edhe rreshje bore, konkretisht në akset Bogthe dhe Qafmali-Fierz. Si pasojë e kushteve atmosferike, në disa segmente rrugore janë evidentuar probleme me rënje gurësh dhe inertesh në trup të rrugës. Në rajonin verior, vështirësi janë shfaqur në akset Bajramcuri-Valbon, Dushaj-Lekbibaj, Sopot-Kam, Qafmali-Fierz, Ura-e-Fanit, Rëshen-Shpal, Shpal-Fusharës, Aniotit, Dogana e Vermoshit dhe në disa zona të tjera. Problemet ngjashme janë konstatuar edhe në rajonin jugor në akset Lazarat, Kardhiq-Delvin dhe Lekël-Këlcyr. ARSH-ja thekson se kontraktorët janë në teren pa ndërprerje 24 orë në 7 ditë javës me mjete dhe punëtor për të garantuar pastrimin dhe mbajtjen funksionale të akseve rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, të reduktojnë shpejtësinë për shkak të lagështirës në rrugë dhe të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir, veçanërisht gjatë udhëtimeve drejt zonave malore ku ka prezencë të dëborës.